Bizneset e ndërtimit janë shndruar në hapësira ku dhjetra punëtor kanë humbur jetën që nga pas lufta. Rregullat e sigurisë dhe të shëndetit në punë kërkojnë që brenda këtyre hapësirave të zbatohen masa strikte të shëndetit dhe sigurisë në punë. Këto masa ku përfshihet vendosja e skeleve mbrojtëse, pajisjeve speciale për punëtorët e deri tek siguria e përgjithshme e objekteve, nuk zbatohen nga ndërtuesit. Në fund të muajit prill, Inspektoriati i Punës ka nisur një skenim të tërësishëm të situatës me qëllim që t'i obligoj punëkryesit të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Nga zyrat e inspektoriatit çdo ditë nisen ekipe të specializuara të inspektorëve, të cilët përcak kanë inspektimin e rregullave të sigurisë në punë. Inspektorët me detyra specifike do të gjurmojnë nëse punëtorët kanë kontrata pune, janë të kontrolluar nga mjekët, nëse kanë pajisje të sigurisë në punë dhe ambientet janë të sigurta. Sipas ligjit, punëtorët e ndërtimit duhet gjithmonë të mbajnë këpucë adekuate mbrojtëse, sepse ato i mbrojnë nga lëndimet dhe rreziqet në vendin e punës. Në një vend punishte në rajonin e Lipjanit, inspektorët hasën në punëtorë që nuk patën këpucë adekuate. Qërën e qatë ka o diçka pak jartësi, kina më në pak, po. Qatë ja mërmene, diçka më njërë më në kalëzu, se ju dini më njërë. Po më në u, se u po rëzek për kam valla. Kuj ka këpuca djali? Këpuca dhe punës, po është nuk nuk. Maleq, kuj ke këpucat? Qysh që atë? Ka e kanë hymjen këtë objekt pëndorët? Që, me shkollë, se... Atje, a? Nuk ko kësë në hip. Veç me shkollë. Se... Shkollë? Nuk ko rënë pa vjen për këti. Po shkollët janë jashtë standardeve teknike. Duhet mi pasë edhe anësorët onësh. Qëty o? Po. Allohi, me mërtek jena bubëll të trashat minjëra. Trashat minjëra si shkollë po edhe anësorët onësh. Me jam gjitë, me trasa për shumë? Po. Anë. Sa aty ka levizit shpeshta. Po, mire. Hyri dalja, përdin. Mire. Sipas ligjit, vendet ku zhvillohen ndërtimet duhet të jenë të sigurta dhe ndaj faktorëve madhor. Inspektorët gjetën se në vend punishte patin mbrojtëse të pasigurta dhe shemje të dhellë që rrezikon punëtorët. Ata morën vendim që punimet duhet të ndalen menjëherë. Qëtu mos si le punëtorët absolut me qakulluk nej. Jo, këto më u kry, këto veç që të drosën a me lidh, edhe drejt për mu shumë asene. Largohet për këtu i punëtorin. Qëtu jo anejne? So rëzik. Qërë atje so rëzik, qërë so rëzik. Për shkak se ajo pjesa aty është paraqet shumë rëzik për gjatë procesit të punimeve për punëtorët, po edhe kjo pjesa këtu për shkak të rrezikut të shembjes së dhëut. Andaj lidhur me këtë, të njëjtit i ndalohen punimet me njerë. Në një hapësirë, inspektorët hasën se nuk ka të vendosura shenzime që paralajmërojnë banorët për rreth për rreziqet afër vend punishtes. Gjatë vizitës inspektuese, inspektorët e punës vërejtën se në pjesën e përparme, do të thonë tek hyrja e objektit, ekziston rreziku i shembjes së dhëut, do të thonë paraqet rrezik shumë madh dhe arsyeja e kësaj vjen deri te ndalimi i punimeve. Përkohësisht deri në ndërmarrjen e masave. Dhe largimi i punëtorëve menjëherë nga objekti. Derisa të ndërmarrësh masat për siguri dhe shëndet në punë, në këtë rast te ti është mbyllja, po. Ndërsa sa i përket kërkesave ligjore, jeni detyruar të prezentoni, apo mos prezentimi për ty është shqiptohet gjob, apo iniciohet procedura për kundërvajtje, çka? Duhet me pas një person përgjegjës që merret për siguri dhe shëndet punë, që është i kompanisë për i yti, dokumentin e vlerësimit të riskut duke përfshirë edhe trajnimet e të punësuarve, po, atestin e vincit, edhe kontrollat mjekësore për punëtorët. Dhe që sa përket shënjezimit, po shihet se i ke qitë shënjezimet këtu, edhe rrethojat e objektit i ke bu. Tu edhe kamë të qanë. Po.
Inspektorët i rendisin arsyet të përfaqësuesi i kompanisë për rreziqet që u hasën në vend punishte, duke ndaluar punimet deri në përmirësimin e kushteve. Që ku i ki fëmin aty, asnjëherë nuk mujna më siguru se janë fëmijën kurështor. Me këqyr qa u Ajo bon. njëherë ndodh. Jo që ty e në rejtë kja nuk kërë qitë shenjat këto që është ka punohet, ose çka ka botën këtë dhe me ditë çka ka këto. Në shfa shenjar dhe me gjitha i trajnë likme. Pikrisht, Për që ta? pikrisht. Da shumë me pëjnë dhejtë atje edhe me gjitha një shenjë. Si shenjës janë klasifikon. Bizneset të cilat hasen duke shkelur rregullat e sigurisë dhe të shëndetit në punë, mund të gjobiten nga inspektoriati i punës. Sipas rregullave, inspektorët bllokojnë vendpunishtet dhe kërkojnë që të zbatohen masat mbrojtëse. Ligji kërkon që vendpunishtet të rrethohen me shirita, largimi i të cilëve mund të ndodhë vetëm në prezencë të inspektorëve. Sipas procedurave, kur bizneset i rregullojnë hapësirat, ata ftojnë inspektorët të rinspektojnë zonën. Pas disa ditësh, inspektorët shkuan sërish në këtë vend punishte, pasi nga kompania i njoftuan se i kanë përmirësuar kushtet e kërkuara. Inspektorët u alejuan vazhdimin e punimeve. Vendpunishtja në Lipjan konstatohet se ka përmirësuar rregullat. Ajo do të rihapet për punë ndërsa pronarët paralajmërohen që çdo shkelje në të ardhmen do të ketë pasojat e njëjta si në rastin e parë.